Gjojat e mira do të më nda me shok, me dashamir. Në veçanti juve që ju kom këto në Facebook. Është një kohë gjatë që unë s'kum bo live, mirë po sot gjendëm në sheshin e Sultanahmetit, që Sultanahmeti është pas meje, më thonë xhamia, këtu është Aja Sofia, më thonë të kjo pjesa këtu ku i bjedë këtu, që këtu, më thonë mas meje që e shifni, kurse këtu për para, në story sot i ndajta, mirë po desha vetëm tua tregoj, se kur të vini në Stamboll, në Turqi, mund të kaloni super mirë, me unë knoq në maksimum, edhe mes me hargju shumë pare për ata që janë me buxhet të kufizuar. Nëse dëshironi të ardini një restorant ku mundeni me hangër lirë, mirë, e kontrollume nga shteti, do më thonë nga komuna e Stambollit, është Fati Beledjesi. Do më thonë prej Kapali Qarshis, kur të vini këtu të shkallët më njerë që zbritni, ja këtu do më thonë të ki restoranti, Kafe Hane Haltasi Fati Beledjesi. Do më thonë, kjo është restoranti komunës, këto një çorbe kini 100 lira apo 2 euro, një salate kini 100 lira, çajin e kini 50 cent apo 25 lira, ujtin e kini 1, ja, kjo është do më thonë restoranti që ju rekomandoj krejt miqve të mi që ju kom në Facebook. Kurse këtë për akullore nuk e di se kom vetë, me po që mund të shohem sa e kanë çmimin akullorja. Ja, më thonë, një e vogël është 100 lira, e mesmja 200, e madhja 300 lira. Për ata që do më thonë të bëjnë show, që ki djali është këto, do më thonë që i bëjnë show. Gerçek Marash, do në Durmasi. Më thonë, më njerë ofër, Sultanahmeti, ja, Sultanahmeti, ta që u kollën dritat, so shko e akshamit, është edhe pak namazi akshamit është. Do më thonë, mos haroni. Te ki restoranti këtu, mundeni me hangër çorbën, mercimek, jajla, apo eze çorba tjetër për 2 euro. 120 dinar, ma lirë se në Shkup, Prishtinë, Tiranë apo dikon tjetër. Këto ki restorant është në kuadër të komunës, edhe një herë ju tregoj, ushqimi kontrollum, ushqim kvalitet, ushqimi mirë. Regu? Në mes të dhjetorit, tash që kisha punët për me i kry këtu në Stamboll të Turqisë, për kontaktet e reja që janë duke kriju për Glow and Grow, shkëlqe dhe rritu, seminarin e parë që do të bëjmë do tjetë në janar, me antarët të cilët më kanë konfirmu pjesëmarrjen, dhe persona tjerë që do të vinë, do të jetë në një hotel këtu afër Sultanahmetit, ku do të qëndrojmë, do të arktohemi, do të zhvillojmë tema të rëndësishme për zhvillimin personal, rrugtimin e mbrojtjes të vetës tonë nga gjitha këto probleme në ditën e sotit që jemi të ekspozuar nga stresi, ankthi dhe gjithë shka tjetër. Okej? Kaloni mirë ku do qeni. Zoti ju dha shëndet, mirësi, e shihemi